Në prekaz nuk filloi gjithçka në mars të vitit 1998. Ajo që shumë nuk e dinë është se përplasjet me forcat serbe kishin filluar më herët. Në vitin 1991, Adem Jashari kishte shkuar në Shqipëri për trajnim ushtarak bashkë me disa të tjerë. Ishin ndër të parët që po përgatiteshin për një rezistencë të organizuar. Në vitin 1997, shtëpia e Jasharajve ishte sulmuar për herë të parë seriozisht. Atëherë ai kishte arritur të çajë rrethimin dhe të largohet. Kjo ishte një pikë these. Pas asaj dite, ai e dinte se kthim pas nuk kishte. Një detaj që rrallë përmendet. Adem Jashari nuk jetonte i fshehur si shumë të tjerë. Ai qëndronte në shtëpinë e tij. Kjo ishte një zgjedhje vetëdijshme. Ai e dinte që duke qëndruar aty, rrezikonte jo vetëm veten, por gjithë familjen. Por për të, largimi do thoshte dorëzim simbolik. Ai nuk donte të ishte vetëm luftëtar. Ai donte të ishte shembull. Marsi i vitit 1998. Çfarë ndodhi realisht? Rrethimi i prekazit nuk ishte një operacion i vogël. Sipas burimeve ndërkombëtare dhe dëshmive, në operacion morën pjesë qindra forca policore dhe ushtarake serbe, të mbështetura me artilleri të rëndë. Një nga gjërat që shumë nuk e dinë është se sulmi nuk ishte vetëm ndaj një shtëpie, ishte një operacion për të shkatruar një simbol që porritej çdo ditë. Momente që nuk harrohen. Dëshmitarët tregojnë se gjatë rrethimit, familjarët nuk u larguan. Ata qëndruan, jo sepse nuk kishin frikë, por sepse kishin marrë vendimin. Një nga të mbjetuarit, Besarta Jashari, ishte vetëm fëmijë në atë kohë. Ajo mbjetoi duke parë gjithçka. Ky është një nga momentet më të dhimbshme. Një histori që vazhdon të jetojë përmes kujtimit të një fëmije. Një tjetër detaj i rëndësishëm. Forcat serbe kishin bërë thirrje për dorëzim. Ky është një fakt. Por ajo që e bën këtë moment të rënd është përgjigje e heshtur. Nuk pati dorëzim. Pse kjo ngjarje ndryshoi gjithçka? Pas marsit 1998, Kosova nuk ishte më e njëjta. Ngjarja e prekazit u përhap shpejt. U bë pikë these për mobilizimin e UÇK-s. Shumë të rinj që deri atëherë hezitonin, morën armët. Sepse ajo që ndodhi nuk u pa vetëm si sulm ndaj një familjeje, u pa si sulm ndaj një populli. Adem Jashari nuk ishte vetëm histori lufte. Ai është histori zgjedhje. Zgjedhje për të mos u fshehur. Zgjedhje për të mos u përkulur. Zgjedhje për të qëndruar dhe kur e di se çfarë po vjen. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse ai nuk kujtohet vetëm si luftëtar, por si vindarse. Para tij kishte frikë, pas tij kishte qëndres. Kjo është rrëfime të heshtura.